por kemi rreth 7 parti opozitare që garojnë në 11 maj. Mund të fitojë një opozit që garon kaq e fragmentarizuar? Jo, nuk e quaj fragmentizuar, unë nuk besoj se partit e vogla apo treja sistemi i ndihmon për të marrë, zakonisht sistemi i përjashton, sepse ashtu është i ndërtuar, pavarësisht nëse jam dakord apo jo me një gjë të tillë, di që eksperienca ka treguar që sa më shumë që bëhet polarizimi në fushatën elektorale midis dy bloqeve kryesore, ato gjithmonë e më shumë sfumohen, por edhe po të mos ishte kështu, nuk i shoh fare si një mundësi që do pengon. Për shembull, Meloni në Itali është bërë kryeministër bashkë me dy forca tjera politike. Nuk është ky realiteti i Shqipërisë. Sistemi jonë nuk i lën ato që të hynë brenda parlamentit për qenë faktor, kështu që nuk i shoh me ndonjë shqetësim. A keni një plan B pas 11 majit? Mund të bashkëpunoni me këto parti opozitare nëse ju duhen votat e tyre? Pse jo? Unë i di që atyre i është ofruar për qenë në koalicion edhe përpara se të mbyllej bëhej regjistrimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është mençuri, sepse opozita nuk duhet të merret me gjë, duhet të shohin pak më larg se sa shohin interesat e vogla, qoftë edhe partije përveç të njerëzve. Detyra saj është për të maksimizuar, për të përfshirë brenda vetes të gjithë. Kemi problem të madh që kanë bërë ndryshimet kushtetuese Rama, me atë që ishte në krye të opozitës, që ndryshoi kushtetutën dhe nuk lejonte koalicionit që secili prej forcave politike brenda një koalicioni madh të maste veten e tij dhe proporcionalisht të merrte pastaj në qeverisjen e ardhshme përgjegjësinë për të menaxhuar punën e shtetit. Pra, ju jeni të gatshëm të bashkëpunoni në qeverinë e ardhshme të Partisë Demokratike, sigurisht nëse fitoni në 11 maj. Që është kundra pushtetit aktual. Patjetër. Edhe me demokratët e Euroatlantik të Bashkës. Ose ekziston ai. E din që nuk ekziston. Ai mund të ketë mandat. Mund të ketë dy mandate, ne nuk e di. Nuk e marr dot më. Nuk ekziston. Alibej? Nuk marr gjë. Ju mendoni që nuk ekzistojnë si forca politike, apo nuk jeni dakord bashkëpunoni me ta post zgjedhjeve? Nuk marrin, nuk kam pse mendoj ti kthej përgjigje pyetjes suaj, sepse faktikisht nuk ekzistojnë. Agroshej? Kush? Agroshej, mundësia. Nëse do jetë, po pse jo? Patjetër. Okej, Lapaj? Gjithkusht që është kundra Edi Ramës. Shabani? Të gjithë. Gjithkusht që është kundra, nuk kam asnjë. Okej, megjithatë, ndjeni përgjegjësi. Ne në 2005 kemi bërë koalicion edhe me parti që ishin të vogla, me zotin Gjuveli, dhe kemi kriju qeveri, dhe kemi qeverisur shumë mirë, dhe ka qenë qeverisja 2005-2009, ka qenë qeverisja më mirë 3 dekadave, ku janë bërë reformat jashtëzakonshme, është bërë një luftë shumë e madhe kundër krimit të organizuar, ku kemi dyfishuar rroga, kur kemi fut vendin NATO, kur kemi liberalizuar. Ky është një fakt i gjithë pranuar, e prishet mandatin tjetër pastaj. Nuk them se prishën, por mandati i parë ka entuziazmin, ka energjinë, ka projektin, ka misionin, është krejt diçka ndryshe se sa kur fillon dhe zgjeron koalicionin dhe pastaj domethënë duhet të rregullosh edhe interesat të tjera për partitë të tjera që ke brenda. Megjithatë, ndjeni përgjegjësi si forca më e madhe politike që dështoi për arrit një koalicion shumë të gjerë, pra një front opozitar dhe jo thjesht një koalicion. Ne kemi pas vështirësinë e ndryshimeve kushtetuese që bëri Rama në 2021 me okej në ati që ishte në krye të opozicës. Sigurisht, po mos ishin bata ndryshime kushtetuese që të gjithë bashkë do ishim dhe secili dinte peshën e vet dhe kishte të drejtë për të marrë atë që i takon nga pesha dhe nga matja peshë që ai do shikonte në rezultatin e majit. Por edhe kështu është krijuar një frym dhe një optimizëm dhe si është imperative ndryshimi. Është imperative ndryshimi. Nëse nuk duam që mas dekadave të kemi një Shqipëri bosh nga shqiptarë, dhe pastaj se çfarë kush do vinë dhe çfarë është çështje tjetër. Po fakti që në 12 vite të jenë dëbu 1 milion shqiptarë është gjëja më e paimagjinshme. Asnjëri prej nesh ju jeni në fushat dhe unë e kuptoj retorikën, po askush nuk i ka dëbu. S'mund të themi janë dëbu. Çdo thot dëbim, se dëbimi është genocid pastaj. Nuk besoj se e keni fjalën për këtë gjë. Në fakt dëbimi ishte sepse koncepti e migracionit, koncepti dhe nocioni e migracionit
ka përmasa kritera, se ikun edhe nga Italia, ikun edhe nga vendet e lindjes, por në asnjë vend të botës proporcionalisht nuk kanë ikë në këto përmasa si që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe në vendin tonë, prandaj absolutisht është dëbim. Do ta bëjmë edhe një herë bastin e shifrave? Sa merrni Jo, unë 11 nuk maj? hyj në bas shifrash, po